Nga data 20 qershor deri në 20 korrik në selinë e Partisë Socialiste do të mbahet Akademia Politike, ku veteranët e Partisë Socialiste do të japin leksione ndaj ligjvënësve të rinj, të zgjedhur nga kjo forcë politike në 11 maj. Akademia Politike do të jetë ndarë në 5 module të ndryshme që përfaqësojnë lëndën që do të mësojnë deputetët e rinj. Në mësimdhënie krahas deputetëve me eksperiencë në Partinë Socialiste do të jetë edhe vetë kryeministri Rama. Lënda që do t'jap kreu i qeverisë ka të bëjë me rorin e deputetit dhe etikën e përfaqësimit. Ky modul përqendrohet në misionin themelor të përfaqësuesit të popullit dhe standardet etike të angazhimit politik. Moduli 2 është funksionimi i parlamentit, mbi njohuritë e procedurave parlamentare, strukturat ligjvënëse dhe funksionimin e institucioneve ligjore. Modeli 3 është marrëdhëniet ndërinstitucionale dhe ndërkombëtare, me në fokus diplomacin parlamentare dhe ndërveprimin me aktorët ndërkombëtar. Ndërsa moduli 4 është komunikimi politik, trajnimi mbi komunikimin strategjik, rolin e medias dhe përballjen me opinionin publik. Moduli 5 është Partia Socialiste dhe Vizioni 2030, ndërsa veç të tjerëve, lektor është edhe drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi. Diskutimi mbi programin politik afatgjatë të Partisë Socialiste dhe prioritetet për dekadën e ardhshme janë pjesë e këtij moduli. Sipas Partisë Socialiste, kjo akademi synon të përgatisë një brez të ri deputetësh që jo vetëm kuptojnë rolin e tyre institucional, por janë të aftë të kontribojnë me përkushtim në implementimin e vizionit të Partisë Socialiste për vitet në vijim, sidomos drejt vitit 2030.